Jemi përsëri në podcast, këtë herë me një tematik tjetër, duke qenë se tetori është muaji i letërsisë, kam vendosur që këtë herë të bëjmë një podcast ndryshe. Kam ftuar disa nxënës, të cilët janë lexues të rregullt të bibliotekës dhe me të cilët bisedojmë për çështjet kryesore që lidhen me leximin e librave. Pa humbur kohë, le të fillojmë me dy të parët. Ja ku jemi me dy të ftuar të para, kemi këtu Sofian dhe Johan, janë nxënësit e klasës 11. Mirë se erdhët në podcast vajza. Mirë se të gjetëm. Me konfesus se kemi lënë që pyetjet i bëjë Sofia e para. Pyetjet janë njësoj për të gjithë të ftuarit, do të jenë 3 pyetje, e fillojmë me pyetjen e parë. Cili është libri që ju ka pëlqyer më tepër Sofia dhe pse? Libri që më ka pëlqyer mua më tepër është libri Net të bardha nga Fjodor Dostojevski. Dhe më pëlqen si libër për shkak të ngjarjeve në mënyra se si ato tregojnë në libër. Po pra rrëfimi i ngjarjeve në vend që të jeni të shumë nga ai libër. Sa kohë i kushtoni leximit të librave jashtë shkollor, flasim gjithmonë për letërsinë artistike? Gjatë ditës minimumi që mund të harxoj për të lexuar një libër është 30 minuta dhe në varësi të librave ose tërheqjes që mund të kenë ata ndaj meje, mund të vazhdoj deri në 2 ose 2 orë e gjysmë. Për ditë. Shumë. Kemi një pyetje të tretë. Të gjithë ata që do na ndjekin në podcast, nxënës apo prindër. Çfarë sugjeron atyre të lexojnë? Jo vetëm thjesht një titull. Disa tituj të cilët ti mendon se të gjithë nxënësit duhet t'i lexojnë. Unë mendoj se adoleshentët zakonisht duhet të lexojnë librin e Merillit, sepse është një libër që tregon për vështirësitë dhe emocionet e adoleshentëve. Mendoj se duhet të lexojnë edhe libra që janë pjesë e shkollës. Pjesë e programit. Pjesë e programit shkollor. Shumë mirë, Sofia, do të falenderoj në fund. Ja kalem mikrofonin Johanës. Ade, Joana, tinda të pyetje edhe për ju. Cili është libri që ju ka pëlqyer më tepër dhe pse? Libri që më ka pëlqyer më shumë nga të gjitha ata që kam lexuar është Zemra e vajzës. Jo vetëm për shkak të emocioneve që përcjell si histori, por edhe për mesazhin e fortë që përcjell në fund. Jo vetëm vajza, por të gjithë duhet jemi shumë të fortë ndaj vështirësive që na sjell jeta. Dhe gjithashtu e kam kuptuar që vërtet më ka pëlqyer ky libër, kur në fund pasi i mbaroi, jam prekur për shkak të faktit se isha vëshira shumë në historinë e tij dhe më mërziste fakti që mbaroi. Cili është autori? Është një huaj. Nuk e kupton, nëse. Atëherë, sa kohë i kushtoni leximit të librave? Gjithmonë lexoj darkave, pasi e kam mbyllur të gjithë rutinat time. Mbyllem në dhomën time, pasi kam fjetur të gjithë dhe filloj të lexoj. Nuk kam një orar të caktuar, vetëm kushtoj. Mesatarisht, sa kohë i kushton për shembull leximit të librave? Se le të themi për shembull Sofia tha diku tek 30 minuta në ditë, duke u përpjekur dhe duke marrë parasysh edhe ato çfarë kimi, angazhimet e shkollës, angazhimet në shtëpi. Mesatarisht. 100 orë deri në 5 për ditë të lexoj. Lexon vetë 2 orë. Shumë mirë. Çfarë libra do të sugjeroje bashkë, jo vetëm bashkëmoshatarëve të tu, por të gjithë nxënësve të shkollës sonë? Do t'ju sugjeroja librin Zemra e vajzës, por është një roman që është pak i vështirë për të kuptuar, por gjithashtu do t'ju sugjeroja edhe librin e Premtja, i cili është një libër që flet shumë për aktualitetin e adoleshentëve, për dashurinë e tyre dhe besimin që kanë ata ndaj tjetrit. Atëherë, ju falenderoj dy të ftuarat e para, që ishin pjesë e podcastit tim dhe kthehemi në pjesën e dytë me të ftuar të tjerë. Jemi në pjesën e dytë të podcastit tashme me dy të ftuar të tjerë, kam Kristinën dhe Adrianën. Pyetjet janë të njëjta për të gjithë. E nisim me Kristinën, duke qenë se është pak më e madhe se Adriana. Kristinë, mirë se erdhët vajza në podcastin tim. Dhe Kristina, cili është libri që ju pëlqen më shumë? Atëherë nga gjithë librat që kam lexuar, mund të them që më shumë pëlqen Krim dhe Ndoshkim. Është një libër i Dostojevskit, shumë aktual si libër. Pse ju ka pëlqyer ai më tepër? Besoj se çdo kush mund ta gjejë veten të paktën në një nga personazhet e atij libri dhe gjithashtu është shumë filozofik, të bën vërtet të mendosh, prandaj dhe më pëlqen si libër. Një pyetje e dytë është sa kohë shpenzoni ju për të lexuar? Duke qenë se kam edhe mësime, jam tepër e ngarkuar, por megjithatë përpiqem që gjithmonë të gjej kohë që të lexoj të paktën 2 orë në ditë. 2 orë në ditë. Kristina, duke qenë se ju jeni aktive në leximin e librave,
Çfarë do të sugjeroni ju bashkëmoshatarëve tuaj, por ndoshta edhe atyre që janë më të vegjël apo dhe prindërve që të bëhen pjesë e bibliotekës apo pjesë e leximit? Përveç librit tim të preferuar, normal do thoja edhe Meriu. Ashtu si Dostojevskit edhe ky është tepër aktual, sidomos për shoqërinë shqiptare, dhe besoj se është një libër i mirë për gjithë adoleshentët, pavarësisht gjinisë apo moshës. Po. Ja kalojmë Adrianës radhën. Adriana, pyetjet janë të njëjta dhe për ju. Pra, cili është libri juaj i preferuar dhe pse? Atëherë libri im i preferuar është Metamorfoza nga Franz Kafka. Më pëlqen shumë ky libër sepse, siç e tha dhe Kristina, trajton tema mjaft filozofike, të bën të mendosh, dhe gjithashtu më pëlqen shumë dhe mënyra se si Franz Kafka përshkruan botën e brendshme të personazhit. Sa kohë shpenzon Adriana nga koha jote, domethënë pyetjet janë njësoj për të gjithë ju tash për të lexuar. Zakonisht lexoj rreth një orë, dhe kur lexoj me ndërprerje për shkak se mund të ndodh që të shpërqendrohem gjatë leximit. Mund të lexoj edhe më shumë gjatë pushimeve verore, mirë po tani që jam e ngarkuar dhe me mësimet, ju kam dhënë prioritet aty. Pushimet janë pushime, Po. Pushime sa do pushimet janë pra pushime, janë të shenjta. Nga gjithë morja e librave që ju Adriana keni lexuar, çfarë do të sugjeroni bashkëmoshatarëve tuaj dhe jo vetëm atyre, kudo që mund t'i sugjerosë se çfarë duhet lexoj? Unë për veten time i adhuroj librat që trajtojnë tema filozofike, adhuroj Franz Kafkën, Dostojevskin, dhe do ju sugjeroj edhe më së shumti librat që janë në programin mësimor, në marrjen e letërsi. Programin e maturës shtetore apo vetë programin e veçare. Vajza, ju falenderoj që ishit pjesë e podcastit tim. Vazhdojmë me pjesën tjetër me të ftuar të tjerë. Faleminderit. Rikthehemi në pjesën tjetër të podcastit me dy të ftuar të tjerë. Këtere kam dyshuar. Kam marrë një vajzë dhe një Megi dhe Sokoli. Mirë se erdhët në podcastin tim. Për feedback dhe respektiv gjinisë emërore, ja lëm radhën Megi të parës. Pyetjet që kam thënë në fillim janë të njëjta. Për të gjithë, pyetja e parë, Megi, cili është libri që keni lexuar dhe u ka pëlqyer më shumë dhe pse? Libri im i preferuar është Hajdutja e librave. E kam lexuar në klasën e 8 dhe përsëri mbetet një nga të preferuarit e mi. Nuk dua ta shikoj në atë aspekti negativ si një hajdute, por në atë aspektin frymëzues. Ka një histori emocionuese ku aty flet për fuqinë e librave. Dhe të dije sigurisht. Nga gjithë koha jote, sa kohë shpenzon Megi për të lexuar? Kryesisht kam një ditë të ngarkuar, po pavarësisht kësaj e gjej atë kohën për të lexuar. Më pëlqen më shumë që të lexoj në mbrëmje, pasi atëherë e gjej atë qetësinë dhe të futem në atë botën magjike të librit. Po, Megi, shumë. Pyetja e tretë është, duke qenë se lexon një lexues e rregullt e librave. Çfarë do të sugjeroje ti bashkëmoshatarëve të tu, por jo vetëm atyre, edhe atyre që janë ndoshta më të vegjël apo dhe më të rritur? Sigurisht që sugjeroja librin tim të preferuar, siç thash, që është Hajdutja e librave, pasi ka një histori frymëzuese, por gjithashtu do doja që t'ju sugjeroj edhe librat historik, pasi aty flasin për figura të rëndësishme që i kanë shërbyer njerëzimit, por edhe libra historik shqiptar që ne mos e humbim identitetin ton kombëtar. Po, shumë mirë, Megi. Ja kalojmë Sokolit mikrofonin. Sokol, një ta pyetje edhe për ju. Cili është libri juaj i preferuar dhe pse? Libri im i preferuar është Njerëz normal nga autorja amerikane Stanley Rowney. Është libri im i preferuar ndoshta sepse autorja nëpërmjet të dy adoleshentëve, pra dy të rinjve, tregon një marrëdhënie, të cilat nga njëra anë ata e duan njëri tjetrin, por nga ana tjetër ata domethënë nuk kuptojnë gjithmonë mirë me njëri tjetrin dhe gjithmonë ka përplasje mes tyre. Po, për cila është arsyeja pse ky libër të tërheq? Mesazhi, personazhet. Ndoshta sepse autorja në një mënyrë realiste tregon ato përplasjet, vështirësi të pengesat që mund të lidhin midis dy adoleshentëve, kur ata domethënë krijonin një gjë më shumë se miqësia. Po. Shumë. Sokol, sa kohë shpenzoni ju për leximin e librave? Mundohem që të lexoj ditë për ditë, po ti përkushtohem diku rreth një ore, në mënyrë që edhe subjektin apo përmbajtjen e atij libri ta kuptoj sa më mirë. Por unë jam njeri domethënë edhe me një ngarkesë pak të madhe dhe prapë gjej atë kohë. Të lexosh libër është kulturë, mbi të gjitha kemi thënë edhe kur diskutojmë. Prapë mundohem ta gjej atë kohë.
nga gjithë moria e librave që ju keni lexuar, çfarë do të sugjeroni bashkëmoshatarëve tuaj, po jo vetëm atyre dhe të tjerë? Pikë së pari, librin tim do ja sugjeroja për arsye sepse është një libër që flet për adoleshentët dhe tek e fundit ne jemi vetë adoleshentë dhe do të kuptoj shumë më mirë. Po domethënë mund të ketë edhe libra të tjerë, për shembull, përveç këtij mund të sugjeroj libra si libra domethënë që i përshtaten programi shkollor, Libra të programit shkollor. në mënyrë që të kenë edhe atë përgatitjen e atyre provimeve të maturës shtetërore. Gjithmonë mendjen tek shkolla këto nxënësit e mi. Mirë, duke ju falenderuar që ishit pjesë e podcastit tim dhe ju uruar suksese. Kthehemi pas pak në pjesën tjetër. Ja ku jemi përsëri me dy të ftuara të tjera. Këther kam Katerinën dhe Marilën. Mirë se erdhët në podcast. Vajza? Për Katerinën është era e parë, për Marian është era e dytë, se kishim dhe si kandidate për presidente. Po e nis me Katerinën. Katerina, cili është libri juaj preferuar dhe pse? Libri im i preferuar është Medea, për shkak se trajton emocione të thella, gjithashtu edhe ngjarje që ndodhin në jetën e përditshme, si për shembull akmarrja, tradhtia, dashuria, dhe më pëlqen dhe mënyra se si autori trajton ngjarjet, si për shembull personazhet ose veprimet që ka vënë në atë skenë, dhe më pëlqen dhe mënyra se si ndriçon psikologjinë e personazheve. Sa kohë shpenzoni në ditët për të lexuar libra? Ose nga pjesa juaj e ditës, sa i kushtoni rëndësisë së leximit të librave jashtëklasit? Zakonisht lexoj më shumë pas diteve ose mbrëmjeve, diku tek 30 ose 45 minuta, por mundohem që gjatë fundjavës të lexoj pak më shumë, pasi jap më pak e ngarkuar. Nga moria e librave që keni lexuar, çfarë do të sugjeroni bashkëmoshatarëve tuaj, po jo vetëm atyre, dhe nxënësve të tjerë apo edhe më të rritur, të cilët kanë dëshirë të lexojnë? Besoj se gjithashtu Medea do t'ju sugjeroja, për shkak se është një që trajton një ngjarje të cilat të mendon që të reflektosh mbi veprimin që do bënte dikush në një situatë të paka shumë të ngjashme. Domethënë e rëndësishme është të futja tek brenda personazhit. Shumë mirë. Ja kalojm pak mikrofonin Mariljas. Marilja, pyetjet janë të njëjta edhe për ju. Cili është libri juaj i preferuar dhe pse? Libri im i preferuar është Katedrala e Parisit, sepse tregon histori të veçanta ku personazhi kryesor është pak ndryshe nga të tjerët, le të themi, por ai arrin ta kalojë nëpërmjet veprimeve që bën, dhe kjo na mëson që pamja jashtme nuk është asgjë përpara asaj që ne ndjejmë për brenda. Po flasim për Quasimodo, ne? Po, për Quasimodo. Gjithashtu më pëlqen edhe ky libër sepse trajton edhe historinë e Parisit. Si qytet, domethënë tregon një histori të asaj çfarë ndërtohet. Shumë mirë. Sa kohë kushtoni ju leximit të librave jashtëklasit, Maria? Nuk është se kam një kohë të caktuar, por zakonisht i caktoj vetes një detyrë për të lexuar për shembull në një ditë 30 faqe ose 40 faqe. Pra ke ndarë me një program kësaj si ushqimi. Maria, nga moria e librave që keni lexuar, çfarë do të sugjeroni bashkëmoshatarëve tuaj, por jo vetëm, me pyetjet që thash janë të njëjta të gjithë. Bashkëmoshatarëve të mi do t'i këshilloja që të lexonin librat të cilat i kemi në kurrikulën shkollore, sepse ato na ndihmojnë edhe për të zhvilluar më shumë gjatë orës së mësimit, por gjithashtu ju këshilloj edhe libra të cilat na ndihmojnë për të reflektuar për jetën, libra psikologjik dhe romane. Po, mirë. Vajza, unë ju falenderoj që ishit pjesë e podcastit tim. Vazhdojmë me të ftuarit e tjerë. Jemi përsëri këtu në podcast, këtë herë me dy të ftuara të tjera. Kemi Pemen dhe Mariola. Mirë se erdhët në podcast, vajza. Pyetjet janë njësoj si të tjerët. E fillojmë me Pemen. Cili është libri juaj preferuar, Pemen, dhe pse? Atëherë libri im i preferuar është Fausti i shkrimtarit gjerman Goethe. Më pëlqen sepse nuk është një histori e zakonshme, dhe më ka bërë të mendoj se sa larg mund të shkojnë njerëzit kur nuk janë të kënaqur me jetën, dhe se sa e rrezikshme mund të jetë ambicia nëse nuk ka kufi. Është një libër që
përzihen filozofinë, emocionet njerëzore dhe dobësinë e tyre, edhe për këtë arsye më ka lënë më shumë bresa se sa librat e tjerë që kam lexuar. Po. Sa kohë shpenzoni në ditë ose nga jeta juaj për leximin e librave? Përgjithsisht lexoj rreth 3 ose 4 orë në ditë, por mund të lexoj edhe më shumë në rastet kur libri më duket interesant. Po. Në shqiptar. Tastoj që femja është një nga frekuentuesit më të rregullt të bibliotekës së shkollës. Me çfarë të sugjeroni bashkëmoshatarëve tuaj apo edhe atyre shokëve që nuk janë në pjesë e shkollës ose edhe të rriturve që keni apo edhe më të vegjëlve nga gjithëmoria e librave që keni lexuar? Do të sugjeroja Vëllezrit Karamazov të shkrimtarit rus Dostojevski. Është një libër interesant, i cili të bën të reflektosh mbi jetën, moralin, natyrën njerëzore dhe besimin. Prandaj mendoj se bashkëmoshatarët e mi apo edhe njerëzit e tjerë të cilët janë pasionuar pas leximit, mund të mësojnë diçka prej tij. Shumë faleminderit për më. Ja kalojmë Mariolës. Mariola, pyetja është e njëjtë. Cili është libri juaj i preferuar dhe pse? Edhe pse kam lexuar shumë libra të ndryshëm, libri im i preferuar mbetet Meri Ylli, për shkak se trajton tema të ndryshme, si çështja e dashurisë familjare, guximit apo edhe shoqërisë së sinqertë. Dhe mënyra se si autori e përcjell këtë libër tek ne e bën atë më shumë tërheqës për ta lexuar. Sa kohë shpenzoni nga koha juaj? Nuk ta masim apo që të them sa mesatarisht sa shpenzoni ju në ditë për leximin e librave të shkollës? Zakonisht shpenzoj rreth 30 deri në 40 minuta, por kur kam kohë të lirë pasi nuk jam shumë angazhuar me mësimet që marrim në shkollë, mund të shpenzoj diku tek 1 orë kohë. Nga gjithë kjo moria e librave që keni lexuar, Mariola, çfarë do të sugjeroni të shokëve tuaj, bashkëmoshatarëve, atyre që janë më të vegjël, më të rriturve, nuk ka rëndësi? Çfarë do të sugjeroni? Do t'ju sugjeroja librin tim të preferuar, Meri Yllin, për arsye se kur nuk e kisha lexuar këtë libër, kisha një këmbështrim tjetër për jetën dhe kur e lexova kuptova se shumë shpeshherë nuk kënaqemi me ato që kemi, por kërkojmë gjithmonë më shumë. Dhe Meri Ylli, edhe pse nuk ishte, si të thua, shumë mundësi, ajo prapë arrit t'ia dilte në jetë për të u lumturuar me ato gjëra që kishte. Mirë, vajza. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e podcastit tim dhe vazhdojmë me pjesën tjetër. Pjesën e fundit të podcastit, këtë herë e kemi menduar ndryshe. Kam thirrur Artemisën, ishte edhe Artemisa, të cilës i kam dhënë rolin e udhëheqëses. Pra, pyetjet nuk i bëj unë përgjigjem te. Pyetjet i bën Artemisa. Gjithë skena është e juaj, Artemisa. Sa shpesh e frekuentojnë nxënësit bibliotekën? Duke parë morinë e librave që kemi, le të themi që jemi një nga bibliotekat e shkollave më të mira. Do të thoja, me shumë llojshmëri titush dhe me kopje, biblioteka numëron diku tek 2800 deri në 3000 tituj, çka është e mjaftueshme për një bibliotekë shkolle. Nivel ka mangësira me patjetër, kemi nxënësa që e frekuentojnë shumë shpesh, domethënë nëse rregulli është që libri duhet të mbahet 2 javë, ne kemi nxënësa të cilët e ndrojnë librin ndoshta edhe për javë. Kemi nxënësa të cilët lexojnë mesatarisht në një vit shkollor, i cili fillon në shtator dhe mbyllet në qershor, lexojnë mesatarisht diku tek mbi 14-15 libra. Mund të marr edhe me shembull Sindi lexonte tepër, Pemja tani lexon tepër. Nuk po them se lexojnë tjerë, por të paktën ata që frekuentojnë, sepse kanë nxënësa të cilët lexojnë, por kanë edhe biblioteka personale. Po çfarë librash lexon? Kryesisht, po thua se të gjithë që vinë në bibliotekë më pyesin mua për t'i sugjeruar dhe unë prirem që të sugjeroj në varësi të moshave. Le të themi, po e kap me gjimnazistët, të cilët ata që lexojnë kryesisht vinë kërkojnë librat që janë ose pjesë e programit të maturës shtetërore ose pjesë e programit në tekste shkollore. Por jo vetëm ato. Nëse më duhet përmend autor, kemi për shembull Remarkun, ne nuk e kemi në program maturës shtetërore, po vinë e kërkojnë. Markesin prapashtu e kërkojnë. Le të themi, më tepër i përkasin pjesës së klasicizmit, por dhe libra autor shqiptar, Kadaren e kërkojnë shpesh, Argollin po ashtu. Nuk e se ka një drejtim, ka një shumë llojshmëri librash. Për shembull, Iliadën
pavarësisht se kam parë dhe film apo e kanë në program, kanë nxënës që vinë e kërkojnë në momentin që përballen me atë libër në tekstin shkollor, vinë dhe i drejtojnë bibliotekës. Çfarë librash më sugjeroni? Përveç këtyre. Atëre, tash, unë ndaj nxënësit dhe libra sipas moshës, ose le të themi sipas edhe dëshirës që kam për të lexuar, sepse ka nxënës që vinë marrin një libër dhe pastaj nuk i kthejnë më bibliotekës. Biblioteka jonë ka libra të mirë, ka një kolan shumë të mirë nga Kadareja, që është shkrimtari mirë, ka një kolan prapë shumë të mirë nga Dritra Golli. Për libra për fëmijë kemi aventurat e Tom Sawyerit, kemi një setin e Harry Potterit, kemi Peter Panin, prapë që janë për mosha më të reja, për gjimnazistët, gjithmonë prirem të orientoj drejt librave të cilët jo vetëm zhvillojnë pjesën e programit mësimor, po zhvillojnë edhe mënyrën e mendimit kritik të tyre. Libra historik, kemi libra për perandorët e Romës, për Mehmet Pushtuesin, për luftrat ballkanike, kemi histori e Skënderbeut, e cila është prapë një libër që duhet lexuar. Kemi libra, le të themi romanët të mirët që i përkasin që nga i huaj, Camus, Kafkën. Pra kemi një mori autorësh dhe për unë, për shembull, nëse do ta kishim mundësinë dhe kohën Artemisa, do të sugjeroja të lexoni të gjithë librat që janë në bibliotekë. Libri nuk ka asnjëherë kufi se sa duhet lexosh. Faleminderit. Po e mbyllum përsëri, jam në fund në Artemisën. Artemisa të falenderoj që më zvendësove sot. Ishte një podcast i krijuar me rastin e muajit të letërsisë, që është muaji i tetorit. Falenderoj të gjithë nxënësit që u bën pjesë e këtij podcasti. Unë e falenderova edhe personalisht, po ja dërgoj edhe me Artemisë falenderimet. Jemi së shpejti në podcastin e radhës. Miq të mirë, libra të mirë dhe një ndërgjegje e qetë. Kjo është jeta ideale. Ajo që e bën të bukur letërsinë është se të lejon të jetosh disa jetë në të njëjtën kohë. Ai që lexon jeton mira jetë para se të vdesë. Ka krime më të këqija se djegja e librave. Një prej tyre është mosleximi. Një libër i mirë nuk të flet për botën, ai e zgjon atë brenda teje. Librat janë krah për ata të cilat duan të fluturojnë pa u larguar nga toka. Libri është vendi ku shqyrton një mendim të prisht pa e thyer atë. Në çdo libër fshihet një copës magjie, e cila mezi prej të zbulohet. Librat janë një streh për ata që nuk gjejnë dot paqe në botën reale.